Lërikin e falenderoj unë që ta. Faleminderit shumë general. General, përshëndesim shumë, faleminderit. Pak shakon për kohë, Po, zotëri Ubi, Pastaj më thonë shumë tema. Do t'jetë koha për zotin. U thonë shumë tema, nuk po di cilën ma përpara me Ku ta merr mendja ti? sqaru, mirë, po unë mendoj që ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka nevojë për mbrojtje, lufta, sepse lufta e ka dëshmuar pastërtinë e saj në vijat e frontit. Domethënë, Kjo e dëshmon- kujton? po kjo është një fotografi e cila ma kujton kohën më të ndritur dhe kohën më të mirë të luftës. Sa Këtu vjeç unë kam pjesë 16 vjeçë i kam mbush në vijat e frontit, edhe thash që është historia më e bukur. Prandaj ne e kemi dëshmuar pastërtinë e luftës. Me të folin tash, që 16 vjetë. E kemi Sa emocionohesh kur është këtë fotografi? është e papërshkrueshme. Është e papërshkrueshme emocioni duke pas parasysh sakrificën që kanë bërë dhe nuk jam i vetëm. Më thonë, kemi qenë shumë shok, kemi dëshmuar edhe 16, 17. Me shut me armë në dorë, Mirë, po një kjo- 16 vjeçari i ri, me emblemën e ushtrisë kombëtare të Kosovës, e uniformën, Është e kapelen, jashtëzakonshme. Është Lërek, pasuria më e madhe, Lërek, që kjo foto është pasuria më e madhe e një vendi që din me vlerësu, një kombi që din me vlerësu lirien e këtij vendi. Kom rastin konkret. Po. Një Tash, ju po, falë që të vërprej. jo, s'ka problem. Se nështë i shduhet pa shumët. Po rastet moshën e re, këtë shkukur e kem, e kom marrë në pyetje, ka thonë se është nuk i mitër është, e kom marrë me verifiku, ka thonë s'kam letër në dhimjet. Si kanë tregu Po si kanë tërgu vjetë, kanë rajnë. Njëtë ka bërë Të njëjtin histori e kom pas edhe unë edhe shumë. Ai, ma si vrim, Se nuk është leju, apo? Unë se Mosha e mitër. si është tara kom normalisht qyrë, boshën, si mos me pranoni. mas tjetë timon boshën. Po, kuptueshme. Edhe kur është vroj, kër kanë zërë lejën e timit për gjepit,